për kampionate. Është vendimi i klubeve për me i ndru, edhe pse i ndrojnë ata mas miri din, është e rallë që ekipi që është vend parë dhe ndrohet, kjo vërtet është e rallë, por si do që tjetë është vendimi i klubit, kurse treneri më pashëm që ka qenë aty ka tregu cilësi, arsimi edhe ekipi është në vendin e parë dhe mundet klubi me pas ngritje rënje gjatë kohës, por kjo ndodh, por unë po mendoj që këta trenerë të ri që po vinë si Kida, unë po mendoj që janë një gjenerat të cilës duhet me i besu dhe të cilës duhet me i dhënë mundësi dhe me hinë në një konkurencë. Tash të Kida duhet më të regu për ndeshtë e ashme, se përshë Viktori pun këqyur shumë ftoftë kështu. Po mendoj që në Kosovë kemi shumë trenera të ri, me perspektiv të cilët të mund punojnë edhe mund të udhëheqin ekipin dhe kjo është në rëndësi. A mund të vrejet dora një trajneri të ri për një periudhë kaq shkurtër? Shënë, dora e trajnerit të ri sigurisht që tregon mobilizim në ndeshën e parë. Për një gjë duheni me ditë se thuhet në teorinë e trajningut sportiv se si duket ekipi varet prej trenerit të më parshëm. Do thotë si e lën ekipin, atë kur të shkon treneri dihet. Domethënë nëse ti ju e lën ekipin dhe ai ekip shënon ngritje, kemi të bëjmë me punë cilësore. Unë jam i sigurt që Kida ka mobilizuar ekipin në ndeshje kundër Prishtinës, po jam i sigurt që edhe punën që kanë bërë trenerët Ilon Berisha edhe Shpetim Babaj ka qenë cilësor.